Më ka qumu letër babaja sa më qumu. Jo, mesazhi. Kush të kush letër? Te letra që ka dërguar Selim. Si ka thënë? Mesazhi është i qartë, Për mua. nuk duhet të jesh ti ajo që të largohesh. Për mua. Po për ty ishe. Ishte për mua? Për ty ishe. E pare, ullu, suqo, se nëse do me të shumë, hik. Po, atëherë, këtë muhabetin që po e bon tani, duhet ma kishe bërë ati ku ishim fillim. Sa erdhe? E para, e dyta. Ku është mesazhi i qartë për mua? Nuk duhet t'jesh ti ajo që duhet lëvizësh nga krevati. Por, duhet t'jetë ai që të lëvizi nga krevati. Që do me thënë... Mos i nga krevati ti. Se kështu e ke interpretuar ti. Je pa i sekund. Që do me thënë ti, po, si e interpretoj unë, apo si e interpreton ti? Se dhe ti interpretim për bënë. Si e ka thënë ai? Ai e ka thënë, ju po interpretoj... I këti dhe lëre gosë ratë, ka thënë, oj ma. Jam këtu me ty. O Stenal, të lutëm. Do më lësh ta bëj këtë diskutim vetëm e mirë. Ja pra, atere, si interpreton ti atë? Ta kam thënë si interpretoj. Pra, është interpretimi jop, që ti nuk je ajo që duhet të hikësh nga krevati. Është dikush tjetër ai që duhet ta bëj këtë hap. Duhet ta bëj këtë hap. Bokur, rrim këtu, që do me thënë, nëse ai nuk e bën këtë hap, ti duhet rish aty. Se kështu i bie. Se unë do rri aty. Interpretimi jot. Tani, kush është ai që ta caktoj këtë? Babaja asaj vajze, e parë. Atere, një sekund, shumë dakord. Një sekund, mëse jam këtu. Dhe ta thash dhe mbas asaj natës prajme, ti mund kishe zgjedhur 1 milion mënyra të tjera që ta vazhdoj edhe lojën me atë vajzën, por duke u shkëputur nga krevati. Krevati është shkëputur, mo. Krevati është shkëputur në momentin që ajo vajza tha, unë do iki nga krevati, prit pa një sekund. Unë do iki nga krevati në momentin që është Greta vetëm. Dhe jo vetëm që do iki nga krevati për Gretës, po do të shofin këta, këtës do të them se nuk kam përtënë se duke sigur e përdor, e le këtu të muhabet se ka thënë ca gjëra tjera. Tani, zotri, mua, ky mesazhi i krevatit nga baba i saj më ka ardhur prajmin që unë kam hikur, s'ma ka treguar vajza. Aja ka thënë ta kam tregu dhe e ka ditur. Regu pra, dakor, këtu jemi tash. Tani, në momentin që ka ndodhur që unë shofa të gjën aty, për çfarë jam akuzuar? Ti di shumë mirë. Atere, në qoftë se unë jam akuzuar për ato veprime, po them dhe herë, ato veprimet nuk vinë vetëm te krevati. Janë kompleksitet. Nuk po them të gjë. Janë kompleksitet. Ata mbaroj më dha. Po je pra tash, po mbaroje pra, po më lërë ta bëj dhe i komendun, apo jo? Po ta bësh më pra, po ta mbaroj logjikën, ta le. Po mirë, dakor. Atere, ato veprimet, si mas atit, nuk vi vetëm të krevati. Ato veprimet, si mas atit, vinë në gjithë shpinë. Sa unë ato veprimet... Me ishë për të dy, o të shklija ka shpia pjesa tjetër e shpisë o buri dhe... Ka mundësi më të gjonë të logjikën. Ato veprime, për cilat a i më akuzon mua, nuk bëhen të krevati. Ato veprime mund të bëhen në të gjithë shpinë, edhe kur jemi këtu. Pa i ka parë të gjithën për këtë për dhe po të se... Një sekund. Atere, qa do? Kur unë jam shumë i qetë, edhe shumë i pasë, për të gjitha veprime që kam bërë. Po, unë s'të kam akuzuar një herë ty asë për perversitet, asë për pedofili. Nuk të kam akuzuar një herë. Sepse edhe kur ishe Gimba i që përdori atë fjallë, po prit. Edhe kur ishe Gimba i që e tha atë fjallë, isha unë i pari që e tha që e ka bitë. Më dhe përgjigjen e vjetë.